E tash, adhurimi nuk ka veç namaz. Adhurimi më i madh unë mendoj për vete është akhlaki. Kur njeri e ka e ndreq akhlakin në gjithë jetën e tij e ndreq ashtu siç don Allah që një musliman mos. Këtë ajo është. Pastaj këtë jeta është ndrohet në avërë. Ai kur bie nuk mund të merr rahat, pa e bën në atë mënyrë që ka bën pejgamberi. Kur çohet, pa çashtu shka bën pejgamberi. Domethënë se ti çdo herë e shndron jetën tonë, çdo që e ndryshon mënyrën se si flet, fjalë që i zgjedh. Për çfarë arsye vetëm me kënaqë Allahun që të jesh sa më afër atij kulminacionit të akhlakit. Këtë jeta jote është ndrohet një ibadet. Këtë jeta është ndrohet një ibadet. Gjumin çka e bën, edhe gjumi të bëhet ibadet. S'ka gjë më të mirë se sa akhlaki. Për shkak se i gjithë feja drejton çfarë me përmirësi. Vallë edhe bile